Me një Amerikan, nga këta Amerikanët indigjen, që e kishte gjyshin me ato gërshetin. Gërshetin, pa. A i sot është njëri shumë i pasur, nipi ti. Dhe me nipin e ti bëra këtë, fiks këtë bised, që kur s'kemi shkelur një popull tjetër, kur s'kemi zaptuar, kur nuk i kemi shkelur të drejtën ndërkombëtare një tjetri, dhe a i më kthye me një përçmim, tha, kujton se keni bërë ndonjë gjë të bukur, tha? Shumë gabim keni bërë, pse se keni bërë, tha? Perandori duhet ishit, tha. Po ishi me perandori, shqiptarët ka qeverisur Egjiptin. Evropa ka pasur disa perandori, franceze, otomanen. Kem pas Egjiptin. Përdesa je pjesë e perandorisë, ti perandori që është. Nuk ka rëndësi, domethënë. Ali Pashte Pelena pushtoi gjithë dynjan. Perandorimër, 2000 vjetë ke qenë pjesë e perandorive, se njerëzit e ngatrojnë, thoshte shkojnë Nizam, shkonin ushtarë shqiptarët. Po në asë ti e nga Tirana dhe sot të shkosh ushtarë në Saran, si i bje? Dhe më thënë, ishte një shtetë, dhe ti mund shkojnë ushtarë, dhe atëre ushtarë kishte dhe punë bëjësie, se s'kishte tjetër. Po të qikojmë Google Review, për Shqipërinë, për gjithë të huaj që vinë në Shqipëri, 90% e personave që vinë në Shqipëri, kanë mbeten me një shenjë të mrekullueshme rreth Shqipërisë. Ata që rrinë në Shqipëri bëhen si shqiptarët? Fiks. Po hëna e thuaj këtë se? Tani unë e kam personale gjën. është bërë si ty e? Jo, nuk është bërë si unë, po e do shumë Shqipërinë, Po kështu, ka filluar bërtasit si shqiptare i? Nuk bërtet si shqiptarët, që aje ish... Jo, nuk bërtet. Edhe kjo më pëlqen shumë. Shko që ka ndodhur me ty ka ndodhur që ti e bërë si aji. Problemi është kur ata bëhen si ne. Gjithë të huaj që kanë marrë vajza shqiptare, si Valbona dhe të tjerat, kanë bërë një bingo shumë të madhe, them unë. Të keqe. Kanë pas fat ata? Kanë pasur fat, sepse kanë vajza të shkëlqyera që janë familjare, që janë këlqyera, që mbajnë fëmijët. Po me ato të huajat e tyre që i kanë ndoruar para të vajzat tona, po më bëjnë jetë nate, dalin, janë njerëz, janë gratë lira, që ata nuk i mbajnë dot në prerët e martesës. Shika, unë mendoj që të huajt që jetojnë këtu të paktën, unë them që janë stabilizuar, sepse këtu kanë gjithë realisht një terren shumë mirë, paktën sepse varet edhe nga vina, se unë nuk po them sa i knaqë është njëri që vjen nga Manhattan, ose nga Roma, nga ana e botës, kanë ardhur nga vende më të humbura të botës, edhe janë stabilizuar këtu tash. Patjetër që kjo është Manhattan i tyre, është Roma e tyre, është Parisi i tyre. Jo, po flasim për nivelin e lartë. A përshtatet do të Shqipëri? Po këto, jo vetëm që për shtatë, po këto duan të bëhen si ne. Këto duan të bëhen sepse ku do gjenë më mirë, sepse plus që, ne jemi vërtet edhe popull mikpritës, por mikpriti nga servilizmi e nda vetëm një perde shumë e hollë. Edhe atëherë ne s'do e kuptojmë dot nëse është mikpriti reale apo është servilizëm real. Ky është në fakt të huajt janë më servil, domethënë paraqitje. Domethënë dhe kur të shprehet ai, ua, sa i bukur je. Ne shqiptarë themi që ke shëndosh. Nuk ta themi sot. Birës e pami që shikon që i është emër ta themi sot, futin dhe i shpull. Jo, edhe kur sa themi